Kuvendin e udhëheq, por gjykatën po e mbron. Këtë, siç thot kryeparlamentari Albulena Haxhiu, duhet ta bëjnë edhe të tjerët këto ditë, duke mos e vizituar e shkruar për gjykatën kushtetuese, tash kur e ka në shqyrtim rastin e presidentit të shtetit. Anise veç pak orë para kësaj kërkese, këshilltari ligjor i kryeministrit Albin Kurti, Blerim Sallahu, shkruajti pikërisht për kushtetuesen, duke vlerësuar se ky institucion i mbron vlerat dhe parimet kushtetuese veç nëse e merr vendimin siç duan këta. Takimet me gjykatën kushtetuese, sidomos disa ditë para një vendimi, nuk i ndihmojnë çështjes dhe ulin besimin e qytetarëve në gjykatën kushtetuese apo në institucionet e tjera. Prandaj nga secila palë. Unë këtu nuk po bëj gisht nga apo vetëm për njërën palë, po nga secila palë. Edhe vetëvendosje, edhe parti tjera, edhe partnerë ndërkombëtar, edhe shoqëria civile. Ndonë se as kjo vetë nuk nguron të tregoj vendimin që do të dalë nga ky objekt. 60 ditë nga fillimi i procedurës për ta bërë një gjë të tillë. As kjo nuk është përmbushur. Prandaj me të drejtë ne kemi theksuar dhe unë si kryetare e kuvendit që është e rëndësishme që gjykata kushtetuese të jap vendim të drejtë, të pavarur dhe në përputhje me Kushtetutën e Republikës së Kosovës. Dekreti të presidentës Vjosa Osmani për shpërndarje të kuvendit i ripërsëriti epitetin që ia ka lënë. Unë e kam cilësuar si veprim të ngutshëm dhe një akt jo kushtetues. Kjo tha se vendi nuk duhet të shkojë në zgjedhje, andaj posa të dalë vendimi i gjykatës e që shpreson në anën e tyre, do ta vazhdoj procedurën për të zgjedhur presidentin e shtetit.